Gjykata administrative e shkallës së parë Lushnjë nuk ka një vendim për ndërprerje të punës, siç kanë vendosur gjykatat në rrethe, pas vrasjes me armëzjarri në sallën e gjyqit të gjyqtarit Astrid Kalaja. Disa prej gjyqtarëve sipas informacioneve nga sekretaria e kësaj gjykate kanë ndërprer punën për seancat e programuara për sot, ndërsa të tjerët kanë vijuar normalisht punën. Sipas burimeve nga kjo gjykatë, janë zhvilluar vetëm gjyqet për çështje urgjente dhe në vijim do të shikohet nëse do t'i bashkohen nismës për ndërprerjen e seancave në shenjë solidariteti për vrasjen e gjyqtarit të apelit Astrid Kalaja. Gjykata administrative e shkallës së parë në Lushnjë kanë organikën e saj gjithsej 9 gjyqtar, të cilët shqyrtojnë kundravajtjet administrative të konstatuara në territorin që mbulon kjo gjykatë. Nga 9 gjyqtarët e organikës, vetëm 5 prej tyre janë në punë, sepse sipas burimeve konfirmohet se 3 prej tyre janë transferuar në gjykata të tjera dhe një është pezulluar për shkak të vettingut. Gjithsesi kjo situatë është tetë konfuze, pasi të gjitha gjykatat në shkallë vendi janë solidarizuar me ngjarjen e ditës së hënë, kur një gjyqtar u vra në sallën e gjyqit në gjykatën e apelit në Tiranë. Në faqen zyrtare të gjykatës administrative të shkallës së parë në Lushnjë, nuk ishte asnjë njoftim zyrtar që të njoftonte qoftë edhe sensibilizimin e kësaj gjykate për ngjarjen, të paktën deri në mesditën e së martës.